Aktori mirënjohur Jaja Shehu nga sot është pensionuar. Pas shumë dekadave kontribut në skenën e teatrit, ai la pas vetes 10 role me karaktere të ndryshme. Me këtë rast, ai kërkoi nga sektori kulturës në Gjakov që të ndihmojnë më shumë breza të rinj në këtë fushë dhe të japë më shumë hapësirë veprimi. Jam shumë i lumtur që kam qenë në gjirin e aktorëve të mëdhenj që ka dhënë ky qytet dhe jam shumë i lumtur që pas nesh në një farë forme po mbesin gjurmët tona të aktorë të ri, cilët kanë ardhur edhe cilët për çdo ditë më tepër aq sa po i jepet mundësia në këtë teatr, po i japin kontributin e vet edhe po dëshmojnë se teatri nuk vdes, se teatri do të jetoj edhe më shumë se sa do të jeton secili prej ne. Drejtoria e Kulturës falenderoi aktorin për kontributin dhe premtoi se teatri do të jetë derë hapur për brezat e rinj të aktorëve. Gjithsesi do të zëvendësohet me njerëz kvalitativ, do të hapet konkursi dhe nuk do të vazhdohet domethënë me që të jenë një njeri i cili nuk e meriton, po ky teatr ka nevojë për në kuadro dhe do të mbetet trupa rezidente e teatrit. Jaja Shehu është aktori që u nderua me çmimin për vepër jetësore në fushën e teatrit dhe çmimeve vjetore për teatr për vitin 2014.